Fshati turistik i Dardhës do i nënshtrohet një sër ndërhyrjeve nga ana e Bashkisë së Korçës për t'i dhënë më shumë hije shi, por edhe për të siguruar më shumë shërbime për turistët dhe vizitorët e shumt. Sipas kryebashkiakut të Korçës, së shpejti do të rikonstruktohet godina e pleqësisë së fshatit Dardh, çka do të realizohet me fondet IPA të Bashkimit Evropian, projekt i cili është fituar nga Bashkia. Ndërkohë, në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, do të ndërtohet një zip line si dhe disa shtigje turistike. Projekti Radhës është një projekt që kemi aplikuar nga fondet IPA të Bashkimit Evropian për të rikonstruktuar godinën e pleqësisë të fshatit Dardhës dhe për t'i dhënë asaj një funksion në shërbim të profilit turistik të këtij fshati, ndërkohë që projektet të tjera përsëri në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit do të realizohen së shpejti, siç është ndërtimi një zipline, ndërtimi disa shtigjeve turistike. Pra janë investime të cilat besoj do të krijojnë mundësi për flukse më të mëdha turistike, duke krijuar mundësi edhe aktivitete me të cilat turistët do të kenë mundësi të merren gjatë gjithë vitit në këtë fshat të jashtëzakonshëm turistik. Fshati Dardh prej vitesh ka një profil turistik. Si në verë, ashtu edhe në dimër, Dardha është mjaft e frekuentuar nga turistët dhe vizitorët, të cilët tashmë do të kenë edhe më shumë aktivitete argëtuese për të kryer gjatë ndalesës në këtë fshat.